Valet e ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. Një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. Perëndia është interesuar për shëndetin ton, financat, punën, marrëdhëniet dhe të ardhmen ton të përjetshme. Ai është interesuar për gjithçka që ka lidhje me ne, sepse është një Atë i dashur që kujdeset në mënyrë të mahnitshme për fëmijët e tij. Të dashur dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Prekja e Zotit, një mësim nga Dr. Charles Stanley. Në Testamentin e Vjetër, Zoti ka vendosur njerëzit e tij vazhdimisht në situata të disfavorshme. Mendoni pak për historinë e Josueut, Gideonit apo Mojsiut me Faraonin. Sot, Dr. Stanley thekson se ato sfida momentale i kanë nxitur shërbëtorët e Zotit i therasin atij për ndihmë. Betejat tona personale mund të duken po aq të pakalueshme. Për këtë arsye do të bëni mirë të mësonim nga shembujt e Testamentit të Vjetër. Lutja duhet të jetë streha jone e parë dhe jo e fundit. Qëndroni me ne sot dhe mësoni se si t'i zgjidhni problemet ndërmjet lutjes. Këtu me ju është Dr. Stanley. Ju urojmë të gjithëve dëgjim të këndshëm të programit tonë. Të bëhesh një fëmijë i Perëndis nuk do të thotë se që nga ai moment të gjitha problemet e tua krejt papritur marrin fund. Në fakt, her pas here, dëgjoj njerëz që thonë që kur jam bërë i krishter më duket sikur kam më shumë probleme se më parë. Ndoshta mund të kesh situata apo rrethana të cilat të kundërvijnë dhe të sfidojnë, gjë që nuk ka ndodhur më përpara se të kishe këtë stil dhe këtë drejtim të ri në jetë. Në mesazhin e ditës së sotme, dua të flas për zgjidhjen e problemeve nëpërmjet lutjes. Le të shohim një shembull në kapitullin e 20 të librit të 2 të Kronikave. Më lejoni t'ju tregoj se çfarë po ndodhte. Josafati ishte një mbret i perëndishëm në Judë. Ai e kishte nxitur të gjithë kombin të fokusohej tek Perëndia. Por krejt papritur, dëgjon lajmin që 3 fise janë ngritur për të luftuar kundra tij. Le të lexojmë së bashku 6 vargjet e parë të këtij kapitulli. Mësimi fillon në vargun e parë të kapitullit të 20 të librit të 2 të Kronikave. Mbas këtyre ngjarjeve, ndodhi që bijtë e Moabit, bijtë e Amonit dhe të tjerë me ta së bashku me Amonitët erdhën të luftojnë kundër Josafatit. Kështu erdhën disa të informonin Josafatin duke i thënë: "Një shumicë e madhe është nisur kundër teje që për te i detit nga Siria. Ja, tani ata janë në Hatsatson, Thamar, që është En Gedi." Atëherë Josafati u trëm dhe filloi të kërkojë Zotin dhe shpalli një agjërim në gjithë Judën. Kështu ata të Judës u mblodhën për të kërkuar ndihmën e Zotit dhe nga të gjitha qytetet e Judës vinin për të kërkuar Zotin. Pastaj Josafati u ngrit më këmbë në mes të asamblesë së Judës dhe të Jeruzalemit në shtëpinë e Zotit përpara oborrit të ri. Dua të lexoj edhe vargun e 6, por dua t'ju kujtoj që ky është një varg i një lutjeje të gjatë dhe tha: "O Zot, Perëndia i etërve tan, a nuk je ti Perëndia që është në qiell? Po, ti sundon mbi të gjitha mbretëritë e kombeve dhe në duart e tua janë forca dhe fuqia dhe nuk ka njeri që mund të rezistojë." Le të shohim për disa çaste te kapitulli 19 i librit të 2 të Kronikave, vargu i 3. Megjithatë, janë gjetur te ti, këtu flitet për Josafatin, gjëra të mira, sepse ke hequr nga vendi Asherothët. Ky është një zot pagan dhe zemra jote është përpjekur për të kërkuar Perëndin. Ky varg na thot shumë gjëra për Josafatin. Përveç kësaj, në vargun 4 thuhet: "Dhe i solli ata përsëri te Zoti, Perëndia i etërve të tij." Në vargun e 7 të kapitullit të 19 thuhet: "Prandaj tani frika e Zotit qoftë mbi ju. Tregoni kujdes për atë që bëni, sepse tek Zoti, Perëndia ynë, nuk ka as një padrejtësi, as anësi, as pranim dhuratash." Në vargun e 9 thuhet: "I urdhëroi ata duke thënë: Ju do të veproni duke pasur frikë nga Zoti, me besnikëri dhe me zemër të pastër." Dhe fraza e fundit e vargut 11 thot:
tregohuni të fortë dhe i hyni punës dhe Zoti do të jetë me njeriu e drejtë. Ja pra ku shohim një mbret të perëndishëm që sundon mbi njerëzit e tij duke bërë një punë të mirë, duke i drejtuar në rrugët e drejtësisë, por krejt papritur. Ja ku shfaqet armiku. Pra, duke parë te ky problem, dëshiroj të përgjigjem kësaj pyetje. A i zgjidhim ne problemet nëpërmjet lutjes? Shumë prej ne shkojnë menjëherë tek një mik apo tek dikush tjetër. Por Zoti ka një mënyrë më të mirë. Do të ishte mirë që t'i shkruanin problemet tuaja në një letër dhe krahas tyre të shkruani edhe këto 4 deklarata që do të trajtojmë sot. Nuk ka rëndësi se çfarë natyre ka problemi, sa i madh apo i thellë është. Një gjë është e sigurt, ndërkohë që i lexoni këto deklarata, ai problem do të zvoglohet në masë në dritën e së vërtetës së Zotit. Gjëja e parë që dua të shkruani është kjo. Zoti është interesuar për problemin tim. Nëse Zoti nuk është interesuar për problemin tim, përse duhet të lutem? Perëndia është interesuar për çdo problem me të cilin përballemi. Kur i besuam Zotit Jezus Krisht si shpëtimtarit ton personal, Bibla thot se Perëndia bëri një besëlidhje me ne. A e mbani mend se çfarë ndodhi në dhomën e sipërme në darkën e fundit? Tek Ungjilli i Lukës, kapitulli 22, vargu 20, Zoti Jezus u tha dishepujve: "Po kështu, pas darkës, mori kupën duke thënë: Kjo kupë është besëlidhja e re në gjakun tim, që është derdhur për ju." Jezus i tha: "Unë po bëj një besëlidhje të re me ju, jo më me gjakun e qengjave, cepëve apo demave. Vetë gjaku im do të derdhet për ju." Pra, kur ti i beson Zotit Jezus Krisht si shpëtimtarit tënd, Perëndia bën një besëlidhje me ty dhe ti je një fëmijë i Perëndisë përgjithmonë. Asgjë nuk mund të të ndajë nga dashuria e Zotit ose nga vetë Zoti. Mendoni pak për disa momente për lutjen e Zotit. Jezusi tek Ungjilli i Mateut, kapitulli 6, vargjet 9 deri në 13, tha: "Ju pra lutuni kështu: Aty ynë që je në qej, u shenjtëroft emri yt, ardht mbretëria jote, u bëft vullneti yt në tokë si në qiell. Bukën tonë të përditshme na jep sot dhe na i fal fajet tona, ashtu siç u falim ne fajtorëve tanë, dhe mos lejo të bijmë në tundim, por na çliro nga i ligu, sepse e jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia për jetë. Amen." Mendoni pak për kërkesat. Ai thot se ne duhet t'i kërkojmë Zotit bukën e përditshme. Ne duhet t'i kërkojmë atij të na mbrojë. Ne duhet t'i kërkojmë atij të mos lejojë që të bijmë në tundim, por të na çlirojë nga i ligu. Nëse Perëndia nuk do të ishte interesuar në të gjitha këto gjëra, atëherë pse duhet të thoshte Jezusi: "Ja se si duhet të luteni. Ju duhet të luteni për bukën tuaj të përditshme. Ju duhet të luteni për mbrojtje nga e keqja në kohët e tundimeve dhe vështirësisë. Ju duhet të kërkoni falje. Ju duhet të falni të tjerët." Nëse Zoti nuk do të ishte interesuar për çdo aspekt të jetës sime, pse do të më jepte ai një lutje kaq personale dhe kaq specifike? Le të shkojmë edhe tek 2 pasazhe të tjerë. Së pari tek Psalmi 55, vargu 22. "Hidh mbi Zotin barrën tënde dhe ai do të të mbajë. Ai nuk do të lejoj kurrë që i drejti të lëkundet." Sigurisht që nëse Zoti nuk do të ishte interesuar për problemet e mia, nuk ishte pse thoshte: "Hidh barrën dhe problemet e tua mbi mua." Nëse do të shohim vargun e 9 të Psalmit 56, do të gjejmë një tjetër tregues që vërteton se ai është interesuar në gjërat që na interesojnë ne. Ai thot: "Ditën që do të thras ty, armiqtë e mi do të kthejnë krahat." Këtë e di, sepse Perëndia është për mua. Kjo do të thotë që Zoti është në anën tonë. Nëse shkonin tek Psalmi 68, vargu 19, ju do të vini re se ai thot: "I bekuar qoftë Zoti, që për ditë mbart barrat tona. Ai është Perëndia i shpëtimit ton." Unë duhet ta di në zemrën time se Ati i dashur dhe i plot fuqishëm është sunduesi mbi të gjitha mbretëritë e kombeve. Fuqia dhe forca janë në duart e tij. Asgjë dhe askush nuk mund të qëndrojë kundër atij. Zoti është interesuar për shëndetin tënd, financat e tua,
punën tënde, marrëdhëniet e tua dhe të ardhmen tënde të përjetshme. Ai është interesuar për gjithçka që ka lidhje me ne, sepse ai është një ati dashur që kujdeset në mënyrë të manitshme për fëmijët e tij. Pra, gjëja e parë e rëndësishme është Perëndia është me të vërtetë interesuar për problemet tona. Gjëja e dytë që dua të shkruani është kjo: Perëndia është më i madh se problemet tona. Zoti jo vetëm që është interesuar për problemet tona, por ai është më i madh se sa ato. Nëse Zoti nuk do të ishte më i madh se problemet tona, atëherë pse duhet të harxhonim kohën duke u lutur? Por ne duhet të dimë që Zoti jo vetëm që është interesuar për problemet tona, por ai është edhe më i madh se çdo problem që ne mund të kemi. Le të shkojmë së bashku tek Jeremia, kapitulli 32, vargu 17. Ah, Zot, Zot, ja, ti e sajove qiellin dhe tokën me fuqinë tënde të madhe dhe me krahun tënd të shtrirë. Nuk ka asgjë tepër të vështirë për ty. Vargu 27 thot: Ja, unë jam Zoti, Perëndia i çdo mishje. A ka vallë ndonjë gjë tepër të vështirë për mua? Përgjigjja është një jo kumbuese. Nuk ka asgjë tepër të vështirë për Zotin. Prandaj, kur shkojmë tek Zoti dhe i themi: Zot, ja se me çfarë po përballem, nuk di çfarë të bëj. Kjo duket e pamundur, nuk di se cilën rrugë të marr. Një gjë është e sigurt: Perëndia është interesuar personalisht për problemet tona. Ndonjëherë ne mund të mendojmë: O Zot, çfarë do bësh ti? Kini gjithmonë parasysh këtë gjë: Zotit nuk i janë prerë krahët. Për shkak se është i gjithëpushtetshëm, ai e dinte atë problem para se ne ta përjetonim. Ai e di saktësisht se çfarë duhet për ta zgjidhur atë problem. Pra, kur bëhet fjalë për zgjidhjen e problemeve tona nëpërmjet lutjes, ekzistojnë dy të vërteta themelore. Së pari, unë duhet të besoj që ai është i interesuar për mua, dhe së dyti, duhet të besoj se ai është më i madh se çdo problem që kam. Gjëja e tretë që dua të mbani shënim është kjo: kur të përballeni me këto probleme, reagimi juaj i parë duhet të jetë kërkimi i Zotit. Dua të vini re se çfarë i ndodhi Jozafatit. Shkrimi tek libri 2 i Kronikave, kapitulli 20, vargu i 3 thot: Atëhere Jozafati u tremb dhe filloi të kërkoj Zotin dhe shpalli një agjërim në gjithë Judën. Ti mund të thuash: mos vallë duhet të lutem vetëm kur jam i trembur? Patjetër. A duhet të lutem kur nuk jam i trembur? Sigurisht që po. Dikush mund të thotë: mos do të thuash që duhet të lutem kur jam i shtyr nga frika? Sigurisht që po. Sepse asnjë person mbi sipërfaqen e tokës që përballet me një problem nuk mund të jetë aq i fortë brenda vetes së tij. Kushdo që të jetë dhe me çfarë do lloj problemi që do të përballet, do të përjetojë një tregues të lehtë të frikës. Për sa kohë do të qëndrojë ajo frikë brenda nesh? Frika duhet të largohet me shpejtësi prej nesh. Në jetën tonë do të ketë kohë kur të gjithë ne do të dëgjojmë diçka që të na fus pak frikë apo të na mërzisë. Reagimi i dur që duhet të kemi në këtë kohë është të kërkojmë Zotin. Dua të vini re vargun e 3 të kapitullit të 19 të librit të 2 të Kronikave. Unë besoj se arsyeja pse Jozafati e kërkoi Zotin në këtë kohë të vështirë ishte sepse ky ishte zakoni i jetës së tij. Le të shohim frazën e fundit të vargut të 3. Dhe zemra jote është përpjekur për të kërkuar Perëndin. Kjo ndodhi para se ai të dëgjonte lajmin e keq. Ndodhi kur gjërat po shkonin mirë. Zoti po punonte në jetën e Jozafatit dhe në mbretërinë e tij kishte gëzim, paqe dhe lumturi. Fakti që shpesh njerëzit e harrojnë është se nëse do të jesh gati për problemet në jetën tënde, atëherë kërkoje Zotin kur nuk ke asnjë problem. Kërko fytyrën e Zotit kur gjithçka shkon mirë në jetën tënde. I lumtur dhe i kënaqur. Gëzohu, adhuroje dhe lavdëroje atë. Lexoje fjalën e Zotit dhe medito mbi të kur çdo gjë shkon shumë mirë në jetën tënde. Nëse do ta kërkosh Zotin vetëm kur ke probleme, atëherë do të përballesh me vështirësi. Do të kesh shumë probleme me besimin tënd. Do të kesh probleme me durimin. Do të hasësh vështirësi
duke duruar të gjitha ato probleme që do të zgjasin më shumë se një periudhë kohe. Kur një besimtar zgjohet në mëngjes, duhet të mendoj menjëherë për Zotin. Duhet të mendoj se çfarë do të bëjë Zoti atë ditë, sepse nëse Zoti është një At i dashur, atëherë ai do të bëjë diçka të mirë në jetën tuaj çdo ditë. Ti mund thuash, po ti nuk i di problemet, dhimbjet dhe gjithë shqetësimet që kam. Si mund të bëj Zoti diçka të mirë në jetën time? Shpesh Zoti i përdor ato probleme për të na mësuar të vërteta të mëdha. Perëndia dëshiron të bëj diçka të mirë në jetën tonë. A mos vallë do të thotë kjo gjë që nuk do të ketë dhimbje, vuajtje, lëndime dhe vështirësi në jetë? Jo, por Zoti i merr të gjitha ato dhe i kthen në diçka të mirë në jetën tonë. Reagimi i parë që duhet të kemi në raste të tilla është ky. Sa herë që të përballemi me një problem apo vështirësi, fjala e parë që duhet të jetë në gojën tonë duhet të jetë At, sepse në këtë mënyrë pranojmë varësinë tonë totale tek ai. Ne jemi në dijeni të prezencës së tij në jetën tonë. Pranojmë gatishmërinë tonë për të shkuar tek Ati. Pranojmë gatishmërinë e tij për të na ndihmuar. Pranojmë që kemi një burim. Pranojmë që ai do të bashkëveprojë me ne, që ai do të përfshihet në gjithçka me të cilën po përballemi në atë kohë. Pohimi i fjalës At e përfshin Zotin në problemin tënd, cili do qoftë ai. Gjëja e katërt që duhet të mbani shënim është kjo. Perëndia shpesh dëshiron që ne të përfshijmë të tjerët në lutje për problemet tona. Vini re se çfarë ndodhi këtu tek libri 2 i Kronikave, kapitulli 20, vargu i 3. Atëherë Jozafati u tremb dhe filloi të kërkojë Zotin dhe shpalli një agjërim në gjithë Judën. Ai e kuptoi se natyra e këtij problemi nuk kërkonte që të lutej vetëm ai. Ndonjëherë mendojmë se mund të merremi vetë me të gjitha gjërat. Unë për vete e kam menduar këtë shpeshherë, por kam mësuar se shpesh Zoti dëshiron që të mos merremi vetë me problemet tona. Ai dëshiron që të përfshijmë njerëz të tjerë. Më dëgjoni me vëmendje. Pasuria më e madhe që keni në sipërfaqen e kësaj toke si besimtar është të keni dikë ose një grup njerëzish me të cilët mund të ndani pjesën më të thellë të zemrës suaj. Keni nevojë për një person me të cilin mund të jeni plotësisht transparent dhe t'i tregoni për gjithçka. Keni nevojë për një person që të luteni bashkë. Keni nevojë për dikë që t'ju dojë dhe t'ju mbajë në kohët e vështira. Një person i tillë mbart barrën, dhimbjet e tua dhe lutet me ty. Nuk ka pasuri më të madhe se një partner në lutje. Ky person mund të jetë bashkëshorti juaj, një nga fëmijët tuaj, ose një mik. Po ju them, miqtë e mi, nuk njoh pasuri më të madhe se kjo. Falenderoj Zotin për të gjithë njerëzit që kanë qëndruar me mua, që më kanë ndihmuar, që janë lutur për mua gjatë gjithë këtyre viteve. Nuk është e thënë të jetë vetëm një person. Mund të jenë edhe disa persona. Nuk është e nevojshme të jetë një person me të cilin punon, por duhet të jetë një person që e njeh, dikush që është bërë aq i afërt për ty, sa që mund t'i zbrasësh zemrën. Nuk ka asgjë më inkurajuese se sa të dëgjosh dikë që përmend emrin tënd. Shpesh kur lutem me njerëz të tjerë, dëgjoj: Zot, forco pjetrin. Unë dëshiroj që ti ta mbash atë. Inkurajo zemrën e tij. Është e mrekullueshme të dëgjosh emrin tënd të shqiptuar nga buzët e dikujt tjetër, duke të ngritur para Zotit të gjithë pushtetshëm. Ti nuk mund të jesh më i njëjti. Nëse ke një person besnik me të cilin mund të lutesh dhe të hapësh zemrën tënde para Zotit të plot fuqishëm, atëherë kjo është një nga pasuritë më të mëdha që ke. Por shpesh ne jemi shumë krenar. Themi, do të merrem vetë me këtë gjë. Ndonjëherë Zoti nuk dëshiron që ne të merremi vetë me një problem të caktuar. Zoti dëshiron që të përfshijë edhe njerëz të tjerë në problemin ton. Ndonjëherë ai e bën këtë sepse dëshiron që ne ta ndajmë barrën ton me dikë tjetër. Ndonjëherë kjo ndodh sepse Zoti do të bëjë diçka në jetën e tyre. Ai ndoshta do të forcojë besimin e tyre. Ndoshta do që t'i përgatis për një barr, problem apo vështirësi me të cilën do përballen. Dhe çfarë bën Zoti për këtë? Ai i përfshin të tjerët në problemin apo në sfidën me të cilën po përballesh. Dhe ndërkohë që të tjerët luten për ne dhe me ne, Zoti forcon besimin e tyre. Ata mësojnë rrugët e Zotit dhe kuptojnë se si vepron ai. Nuk e di për ju, por sa për mua do të më pëlqente më shumë
të ndihmoja dikë tjetër se sa të më ndihmonte për të mbajtur barrën time. Shpesh është më lehtë të ndihmosh dikë tjetër se sa të kesh konfidencë tek dikush. Perëndia përfshin shpesh njerëz të tjerë në situatën tonë. Ndonjëherë ai dëshiron t'i përfshijë ata njerëz në mënyrë që t'i bëj pjesë të zgjidhjes. Mund të ndodhë që ata të mos jenë pjesë e zgjidhjes. Ne nuk duhet të themi kot, do të lutem për ty, dhe pastaj të harrojmë se çfarë kemi thënë. Nëse dikush thotë, unë do të flas me Zotin në lidhje me këtë problem që ti ke, unë do të lutem për ty, do ta përmend emrin tënd para Zotit, do t'i kërkoj Zotit të më jap dituri dhe depërtim për të parë nëse ka diçka që mund të bëj për të ndihmuar në këtë situatë, atëherë ti e di që ai person është i sinqert dhe do të lutet me të vërtetë për ty. Jozafati e dinte që Zoti nuk donte vetëm që Jozafati të merre me këtë çështje. Ne shohim këtu se Zoti punon në një mënyrë të mrekullueshme për të sjellë një zgjidhje. Zoti përfshiu edhe njerëz të tjerë në situatën me të cilën po përballej Jozafati. Ai mblodhi të gjithë kombin. Ata agjeruan, u lutën dhe ranë në gjunjë para Perëndisë. A nuk është e mrekullueshme që populli i Zotit të thërras Perëndin, të lutet dhe të kërkojë fytyrën e tij? Arsyeja pse nuk e bëjmë shpesh këtë gjë është sepse nuk e kërkojmë atë personalisht. Nëse kemi zakon të kërkojmë Zotin, atëherë kur të përballemi me një problem sapo të ngrihemi në mëngjes, do të kërkojmë drejtimin e Zotit për jetën tonë. Kur ato probleme do të na godasin, nuk kemi për ta humbur drejt peshimin. Kur era të fryjë kundra nesh, nuk do të na ndryshojë drejtimin. Ne mund të themi thjesht atë. Mos egzagjeroni problemin. Arritni marrëdhënien tuaj me Atin, sepse unë besoj se ka diçka të mrekullueshme në marrëdhënien tuaj me Atin. Kur themi atë, ne marrim pozitën tonë si bij dhe bija të Perëndisë. Ai ka premtuar të plotësojë çdo nevojë që kemi. Ai ka premtuar t'i përgjigjet lutjeve tona. Tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 13, vargu i 5 ai thotë: nuk do të lë, nuk do të braktis. Kur ne përshpërisim, themi apo thërrasim emrin atë, ne zëm pozitën tonë si bij dhe bija të Perëndisë. Dhe Perëndia është i detyruar të mbajë premtimin e tij hyjnor për të plotësuar nevojat tona dhe për të na dhënë drejtim në jetën tonë. Zoti ka gjithmonë zgjidhjen për problemet tuaja, por ju duhet të jeni të gatshëm të ndiqni me saktësi drejtimin e tij. Në programin e ditës së sotme, Dr. Stanley u nxiti të lini më njani ide tuaja dhe t'i thoni po drejtimit të Zotit. Nëse jeni me të vërtetë të gatshëm të ndiqni Zotin, ai do t'ju drejtojë tek përgjigjja e dilemës tuaj. Shumë shpesh ne i drejtojmë lutjes si shpresës sonë të fundit. Ajo kthehet në mundësinë e fundit të shpëtimit nëse gjithçka tjetër dështon. Por tek Jakobi, kapitulli 5, vargje 13 deri në 16, ne lexojmë se lutja duhet të jetë reagimi ynë i parë në të gjitha situatat. Dëgjoni se çfarë thuhet në këto vargje. A vuan ndonjë nga ju? Le të lutet. A është i gëzuar ndokush? Le të këndoj psalme. A është i sëmur ndonjë nga ju? Le të thras plejt e kishës dhe ata të luten për mbi të dhe ta lyejnë me vaj në emër të Zotit. Dhe lutja e besimit do ta shpëtojë të sëmurin dhe Zoti do ta mëkëmb. Dhe nëse ka bërë mëkate, ato do t'i falen. Rrëfejni fajet njëri tjetrit dhe lutuni për njëri tjetrin që të shërojni. Shumë fuqi ka lutja e të drejtit kur bëhet me gjithë shpirt. Këtu të dashur miq, kam përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit tonë. Ne ju kujtojmë që ju mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valleteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim. Ndoqët programin Prekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.